Sa i përket diçka që u ngrit tu për situatën në aksin rrugor Libra Shprenjas, për te gjithë thashem femnajës shpifjeve, ai është një rast që është i qartë që kemi të bëjmë me një fatkesi natyrore, edhe 30 vjetë më parë kur një kompani aso kohë greke e kontraktuar nga qeveria në vitin 1995, kur ndërtohen dhe urën në atë vend, ka pasur një rrëshqitje, është bllokuar rruga për një kohë gjatë edhe aso kohë, dhe ky është një fakt të paktën për shkak se edhe jam banor, kam qenë dhe jam banor i Librajve dhe di fare mirë ajo që ka ndodhur. Përdorimi një fatkesie natyrore për qëllime politike është mungesë largpamësie politike pikë pari, por lajmi mirë është që prej nesër në orën 12 rifillon qarkullimi në atë aks, në atë kalim të përkohshëm, ndërkohë që mbi këtë kalim përkohshëm vijon puna intensivisht për vijimin e projektit Korridori 8. Është fakt që falë kësaj qeverie, Korridori 8 do të jetë një Korridori 8 ashtu siç i ka hije këtij korridori evropian. Nuk do të kishim pasur një Korridor 8 nëse nuk do të kishte qenë insistimi i qeverisë Rama në samitin e zhvilluar në Shqipëri të Bashkimit Evropian me Ballkanin Perëndimor. Ka qenë një betejë e vështirë të mbajmë Korridorin 8 si një korridor evropian, një betejë shumë vjeçare, po e fituar nga kjo qeveri. Dhe e vërteta është që Korridori 8 do të japi Shqipërisë një mundësi të ardhë për qenë një vend, një urë ndërlidhse mes portit Durrësit dhe portit Varnës, dy pika të rëndësishme strategjike për transportin jo vetëm të udhëtarëve, jo vetëm të mallrave, po dhe të pajisjeve ushtarake në kushtet e reja të gjeopolitike me të cilat ndodhet sot Europa. Kështu që në këtë këndvështrim mendoj që gjithë ato ankesa që u thanë këtu për sa i përket këtij projekti, është një projekt i madh,